Shans i artë. Si të tërhiqni pasurinë sot. Një shans i vetëm për të gjithë zodiakun. Shans i artë. Pasuria juaj po vjen. Universi ka hapur një portë dhe të 12 shenjat e zodiakut do të kenë një shans tërë vetëm sot për të tërhequr para. Mos e humbisni këtë moment magjik. Zbuloni si ta bëni tuajin. Jemi në valën e dytë energjetike të ditës dhe ky është lajmi më i mirë që mund të merrni. Sot nuk është thjesht një ditë e hënë, por një ditë me ndikim të jashtëzakonshëm në çështjet financiare. Ky është momenti i përkryer ku kozmosi bashkohet për t'ju dhënë një shans të artë për të tërhequr pasurinë. Kjo mund të jetë një mundësi e papritur biznesi, një shpërblim i vonuar ose thjesht udhëzimi i saktë për të gjetur një rrugë më të lehtë drejt fitimit. Ky shans është një herë në jetë, prandaj duhet të veproni menjëherë. Çdo shenjë ka një mënyrë unike për të kapur këtë fat. Ne do t'ju tregojmë çelësinë e saktë për t'i hapur dyert e pasurisë. Le të zbulojmë shansin tuaj të artë dhe si ta bëni të ndin këtë fat sot. Dashi, shansi juaj i artë sot është te vetë promovimi dhe te marrja e rrezikut të parë. Mos prisni që dikush t'ju vërejë. Ky është momenti kur duhet të flisni hapur për atë që meritoni, qoftë një rritje page apo financim për një ide tuaj. Fati juaj sot fshihet pas guximit tuaj. Aftësia juaj për të marrë vendime të shpejta do të jetë avantazhi juaj. Në vend që të mendoni shumë, ekzekutoni. Mundësia për të fituar para vjen përmes një sfide të vogël, prandaj mos u tërhiqni. Një telefonat apo një takim i papritur mund të rezultojë në një fitim të madh. Tregoni entuziazmin tuaj të natyrshëm dhe ndiqni zemrën drejt fitimit. Kini besim në forcat tuaja, sepse yjet janë me ju sot. Mos lejoni që njerëzit ju pengojnë, veproni si një lider i vërtet dhe shfrytëzoni këtë energji. Demi, për ju, shansi i artë është te investimi në diçka afatgjatë dhe te përdorimi i intuitës suaj për vlerën. Sot, një mundësi financiare do t'ju shfaqet që kërkon durim dhe planifikim. Mos e injoroni një ofertë që duket e qëndrueshme, edhe nëse nuk sjell fitim të menjëhershëm. Pasuria juaj sot do të vijë duke thënë po një mundësi e investimit të sigurt. Përveç kësaj, kjo është një kohë e shkëlqyer për të rishikuar buxhetin tuaj. Mund të gjeni një burim parash duke ulur shpenzimet e panevojshme, ose duke gjetur një mënyrë më të mirë për të kursyer. Kujdesuni nga shpenzimet impulsive. Mos merrni vendime të shpejta. Fati juaj qëndron në vendosmërinë tuaj për të ndërtuar një bazë të fortë financiare. Kini besim në vlerat tuaja dhe mos u trembni nga ndryshimet e vogla, sepse ato do t'ju sjellin sukses të madh në të ardhmen. Binjakët, shansi juaj i artë sot vjen nga aftësia juaj për të ndarë informacionin dhe për të shitur idetë tuaja. Kjo është një ditë ku komunikimi është fati juaj. Sa më shumë të flisni dhe të takoni njerëz, aq më shumë para do të tërhiqni. Mos e mbani një ide për vete, ndajeni me të tjerët, sepse do të gjeni dikë që do të investojnë në të. Mundësia financiare mund të vijë përmes një kontrate të re, një marrëveshjeje apo një pune me kohë të shkurtër. Kini kujdes me detajet e vogla. Mos u shpërqendroni nga shumë opsione. Zgjidhni atë më të fortën dhe ndiqeni me vendosmëri. Përdoreni talentin tuaj për të bindur dhe për të krijuar një ambient pozitiv rreth jush. Shfrytëzoni rrjetin tuaj social. Gaforia. Për ju, shansi i artë është te qetësia shpirtërore dhe te përdorimi i ndjeshmërisë suaj. Pasuria juaj mund të jetë e lidhur me shtëpinë, familjen ose një pasuri të paluajtshme. Sot, dëgjoni intuitën tuaj kur bëhet fjalë për të marrë një vendim financiar. Një këshill e papritur nga një antar i familjes mund të jetë çelësi i suksesit. Mos u fokusoni te rrugët e vështira. Yjet ju kërkojnë të zgjidhni një konflikt të vjetër familjar që ka penguar rrjedhën e parave. Vetëm pasi të keni vendosur paqen në shtëpi, do të mund të shihni të gjitha mundësitë. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të investuar në vetvete. Mos kini frikë të kërkoni ndihmë. Luani, shansi juaj i artë sot vjen nga shkëlqimi juaj dhe nga marrja e rolit udhëheqës. Pasuria juaj do të jetë e lidhur me punën tuaj të palodhur dhe aftësitë e komunikimit. Mos u mbyllni në vetvete.
Dilni në dritë dhe shfaqni talentin tuaj. Mundësia për të fituar para vjen përmes një rreziku të llogaritur. Mos keni frikë të kërkoni atë që meritoni. Një ofertë e papritur për një rol të ri apo një ngritje page mund të vijë sot. Shmangni modestinë. Yjet ju kërkojnë të merrni përgjegjësi. Kjo ditë premton një shpërblim të madh. Përdoreni energjinë tuaj për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Virgjëresha. Për ju, shansi i artë është të organizimi i jetës suaj financiare dhe të shërbimi ndaj të tjerëve. Pasuria juaj do të vijë si rezultat i punës së palodhur dhe vëmendjes ndaj detajeve. Mos e injoroni një mundësi për të ndihmuar ditë, sepse do t'ju kthehet me shumë fat. Yjet ju kërkojnë të rregulloni të gjitha detajet e vogla financiare që keni lënë pas dore. Kjo mund të jetë një rishikim i dokumenteve, një rregullim i llogarive apo ndoshta një analizë e thellë e shpenzimeve. Kujdesuni nga shpenzimet impulsive. Mos merrni vendime të shpejta. Fati juaj qëndron në vendosmërinë tuaj për të ndërtuar një bazë të fortë financiare. Peshorja. Shansi juaj i artë sot vjen nga balanca e marrëdhënieve dhe bashkëpunimi. Pasuria juaj do të jetë e lidhur me një partner në dashuri ose biznes. Mos u mbyllni në vetvete. Yjet ju kërkojnë të jeni të hapur ndaj propozimeve. Një ofertë e papritur nga një bashkëpunëtor mund të jetë çelësi i suksesit. Përveç kësaj, kjo është një kohë e shkëlqyer për të zgjidhur konfliktet e vjetra. Përdoreni aftësinë tuaj diplomatike për të zgjidhur një konflikt të vjetër që ka penguar rrjedhën e parave. Kjo ditë premton një shpërblim të madh. Besojini instinktit tuaj. Akrepi. Për ju, shansi i artë është transformimi dhe të marrja e rrezikut. Pasuria juaj do të vijë nga një burim i papritur ose nga një investim i fshehtë. Yjet ju kërkojnë të bëni një ndryshim të madh. Mos keni frikë nga ndryshimet, sepse ato do t'ju sjellin një ndjenjë të re të lirisë. Kjo ditë do të jetë e mbushur me udhëtime të shkurtra. Përdoreni energjinë tuaj të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Mos i ndani parat me njerëzit e gabuar. Besojini instinktit tuaj. Shigjetari. Shansi juaj i artë sot vjen nga optimizmi dhe rreziku i guximshëm. Pasuria juaj do të jetë e lidhur me udhëtimet ose eksplorimin e një vendi të ri. Yjet ju kërkojnë të ndiqni pasionet tuaja. Mos keni frikë të ndërmerrni hapa të guximshëm, sidomos në lidhje me investimet. Një mundësi e papritur do t'ju sjellë një shpërblim të madh. Kjo ditë premton një rritje të madhe të ardhurave. Jini të kujdesshëm me shpenzimet. Përdoreni energjinë tuaj të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Britsjapi. Për ju, shansi i artë është disiplina dhe planifikimi afatgjatë. Pasuria juaj do të vijë si rezultat i punës suaj të palodhur dhe vendosmërisë. Yjet ju kërkojnë të rregulloni të gjitha detajet e vogla financiare që keni lënë pas dore. Kjo mund të jetë një rishikim i dokumenteve, një rregullim i llogarive apo ndoshta një analizë e thellë e shpenzimeve. Mos i ndani parat me njerëzit e gabuar. Kjo ditë është koha e duhur për të investuar në një kurs. Besojini aftësisë tuaj për të analizuar. Ujori. Shansi juaj i artë sot vjen nga intuacioni dhe ideja unike. Pasuria juaj do të vijë nga një burim i papritur. Yjet ju kërkojnë të shfaqni origjinalitetin tuaj. Mos keni frikë të bëni gjëra ndryshe. Një mundësi e papritur do t'ju sjellë një shpërblim të madh. Kjo ditë premton një rritje të madhe të ardhurave. Jini të kujdesshëm me shpenzimet. Përdoreni energjinë tuaj të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Peshqit. Për ju, shansi i artë është e intuita dhe shpirtërore. Pasuria juaj do të vijë si rezultat i besimit tuaj në veten. Yjet ju kërkojnë të ndiqni intuitën tuaj. Mos keni frikë të merrni rreziqe të guximshme, sidomos në lidhje me investimet. Një mundësi e papritur do t'ju sjellë një shpërblim të madh. Kjo ditë premton një rritje të madhe të ardhurave. Jini të kujdesshëm me shpenzimet. Përdoreni energjinë tuaj të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush.
Nuk është rastësi që e ndalët lëvizjen sot dhe e zbuluat këtë shans të ardhë. Universi ju ka dhënë hartën, tani veproni. Mos lejoni që ky shans i vetëm të kaloj pa u shfrytëzuar. Merrni frym thellë, shfrytëzojeni këtë moment magjik dhe filloni javën si një fitimtar. Shpërndajeni këtë magji. Ju lutemi, ndajeni këtë video me çdo person që e meriton këtë fat. Kur e ndan bekimin, ai shumë fishohet. Na tregoni me një po. Kush e kapi shansin e tij të ardhë sot? Lini një po në komente. Abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilen për të mos humbur asnjë shans të dytë.